Ju po ashtu, zonja Açka, thoni se një pjesë opozitarëve vijojnë t'i bëjnë osan në thonjza zotit Berisha. A i shihni pikërisht Berishën si pengesë për rilindjen e opozitës dhe Partisë Demokratike? Po shiko, të mos harrojmë Mario, mund të keq se dua që sepse nuk është çështje tek një njeri. Çështja është një çik më e mirë, zoti Berisha është në drejtën e vet. Është njeriu që performon më mirë, është njeriu që punon më shumë. Kjo është një gjë e padiskutueshme. Po problemi shqiptarët janë shqiptarë tani që mendojnë ndryshe, janë mbas 35 vjetësh që e kanë njohur, e kanë pranuar, e kanë votuar, janë bashkuar. Zoti Berisha ka ardhur një moment që më nuk e besojnë më për arsye sepse tani e identifikojnë me gjithë këtë proces që ka ndodhur Partisë Demokratike që ra në duart e zotit Berisha. Nuk ishte një gjë që erdhi dhe aq natyrshëm. Erdhi përmes përçarjes Partisë Demokratike. Erdhi nëpërmjet fyrjes në poshtrimit që ndodhi në mënyrë sistematike. Një pjesë të liderëve që ishin në fundit ishin të rinj, të cilët ai vetë kishte promovuar. Pra, njëra pjesë ju hodh kundër tjetrës ose ana sjelltas. Nuk do të bëjnë njërën të mirë dhe njërën të keqe, se nuk jam mund që e vendosin demokratët, e vendosin shqiptarët. Unë di vetëm nga brenda të shpjegoj se çfarë ka ndodhur. Dhe nuk ka qenë e hijshme gjitha këto betejë, sjellja dhe deklarimi i atyre që të kundërshtojnë ty, si leadership, si armiq, si bashkëpunëtor të Ramës, si paterica dhe epitete nga më të çuditshme që kam dëgjuar dhe për veten time. Këto gjëra i kanë irrituar një pjesë të demokratëve. Pastaj, ku janë? Kur do të vijë meritokracia në këtë parti? Ju keni parasysh me mbylljen e kodit zgjedhor dhe ishin faje të Partisë Demokratike, të cilat nuk i mori askush, për të cilat nuk e mori askush përgjegjësinë. Të mos harrojmë amnistia penale, e cila ishte një grusht në fakt kundër reformës së drejtësisë, pra kundër SPAK-ut, lirimi 84, më shumë se 84 personave për shkak të amnistisë penale, ishin njerëz të cilët ishin jashtë sistemit për shkak të punës së SPAK-ut. Pra, dhe pas kësaj, kodi zgjedhor, dështimi i Komisionit Reformës Zgjedhore, dështimi i Komisionit Reformës Territoriale, pra kemi kaluar 3-4 vite bosh, tani po bëjmë Komisionin e Reformës Zgjedhore të re, Komisionin e Reformës Territoriale të re, po parat e shqiptarëve që harxuan për t'i dështuar në mënyrë flagrante këto komisione. Mos harrojmë për gjëra të tjera që nga dhënia grupit parlamentar, dhe të gjitha këto, po them, ky puzzle ndihmues, ku çoj në një apati, në një irritim, mos respektimi i statutit, që nga leadershipi masumjes, sipas Nenit Pasha e të tjera, mënyra krimi alibive në përzgjedhjen e vogla nga pjesëore e legitimisë të dy, dhe të tjera me radhë të shumicës. Sigurisht të gjitha këto ka njerëz që kanë filtr qartë politik për të kuptuar që nuk kanë qenë ashtu siç ka qenë retorika publike dhe retorika politike. Pra, të gjitha këto i kanë mërzitur. Mos harrojmë ka këtij, po them, opozitarizmi të gjatë, një pjesë e njerëzve, një pjesë e demokratëve janë larguar, apo jo, një pjesë janë mërzitur, një pjesë janë jashtë dhe s'përshihen dot sepse janë ndarë për këtë gjë, pra për çështjen e leadershipit të zotit Berisha, dhe një pjesë tjetër po shiten për bukën e gojës, dhe nuk është e turpshme të blesh liri për një gjë kaq të vogël siç është buka e gojës. Kështu që nuk mund, është shumë e vështirë të gjithë këto flukse t'i bëjmë bashkë për një parti fituese. E vetmja gjë që na mbetet është që zoti Berisha të kuptojë momentin e rëndësishëm historik, të pranojë që kjo parti ka nevojë për leadership të ri, të pranojë fajin që ka futur në listat për grup parlamentar, dhe rreshterët e tij personal, jo njerëzit që do të votonin shqiptarët, sepse me votimin e kodit zgjedhor në 27 korrik 2024, në fakt ne kemi çuar në parlament 92 deputet të pavotuar. Ky është një parlament sigurisht i mbështetur në kod zgjedhor, por është një parlament jo i shqiptarëve, sepse 92 deputet nuk janë zgjedhur qoftë edhe me një vot. Çfarë parlamenti është ky? Çfarë morali politik ka ky parlament për të kaluar ligje, për të kaluar fatet e shqiptarëve në duar, kur ta nuk janë deputet të zgjedhur nga shqiptarët, janë deputet të listës personale të dy kryetarëve. Kështu që ky parlament, sa më shpejt të vjerë ky parlament, me qeveri tranzitor, me qeveri teknike, dhe të gjinet një
formulë që tjetë e ndershme, në kushte të këtij korruptimi absolut, domethënë në një vend normal, europian, jo me kaq, por unë më them gjëra të vogla, shembull nga Holanda, se si njerëzit japin dorëheqje, si politikanët japin dorëheqje, duhet kishte ikur. Jo vetëm që s'ka ikur, dhe një pjesë të fajt e kemi ne, që nuk e nxjerrim dot, apo jo, dhe ne nuk e nxjerrim dot nga zyra këtë pushtet, por këta nuk kanë as turp të tregojnë forcë, nuk kanë turp të intimidojnë spakun, nuk kanë turp të kërcënojnë gjykatën kushtetuese, nuk kanë turp të krekosen nëpër televizione mbi këtë zullum që kanë bërë. Kjo është çështja në këtë vend. Si do ta rregullojmë ne politikën që të jetë reflektuese, që të jetë e moralshme dhe që të jetë prosperuese, sepse në politika jonë as është e moralshme, as është reflektuese, as nuk mendon për prosperitetin e shqiptarëve. Si do ta sjellim ne? Si do të sjellim një shpurë politikanësh të përgjithshëm kur ne e kemi ngulfatur sistemin? Ne e kemi ngulfatur sistemin, sepse këta 92 deputetë mjaftueshëm të ndryshojnë ligje të rëndësishme shqiptare, ligje kushtetuese, pra ligjet e reformës zgjedhore, që është një nga zilet më të forta ta largë, ligje të tjera në dëm të shqiptarëve, se ta e ngrejnë votën sepse nuk janë zgjedhur, ta i ka zgjedhur kryetari dhe këta me një urdhër votojnë çfarë të duan. Shqiptarët nuk kanë nevojë për bedel në parlament, kanë nevojë për deputet të përgjegjshëm që japin ligje të përgjegjshme që rregullojnë shoqërinë. Ne presim të na i rregullojë ky, të rregullojë jetën, e rregullojnë ligjet, respektimi i ligjeve dhe institucioneve. Kjo është e keqja jonë. Zonja Açka, pse mendoni se figura e zotit Berisha vijon të dominojë edhe sot pak të brenda Partisë Demokratike, edhe pse janë disa humbje elektorale të përsëritura? Shiko, tani kjo është një gjë, ne nuk mund t'i gjykojmë njerëzit për simpatik personale, apo jo, secili mos harrojmë edhe një lloj leadershipi gjatë, edhe po them një grup që vazhdimisht ka qenë besnik i personal. Mënyra se si erdhi zoti Berisha, për shkak të atij, po them kufizimi që erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Departamenti i Shtetit, abuzimi me këtë gjë, që në krye, ndonjëherë madje s'dua ta përshkoj dhe nuk dua të më shkoj të them gjëra që janë të pasakta, se unë jam njëri racional në gjërat që flas dhe nuk më kap emocioni pavarësisht anës emocionale të shpjegimit të gjërave, janë shumë racionale në këto gjëra. Por momenti po themi i disdenjimit të kësaj gjëje, pika e kthesës që i ndau ku filloi ndarja e demokratëve, u abuzua shumë me këtë pikë. Zoti Berisha u pezullua, ky ka qenë termi, u pezullua përkohësisht nga grupi parlamentar deri në një moment të dytë kur të sqarohej gjërat në lidhje me demokratët. Çfarë ndodhi? Nuk ndodhi veç se një lloj kthimi, një lloj keq kuptimi, keq interpretimi. Unë nuk e di sa Dorzani ka pjesa tjetër, se unë bashkë në ditë kam filluar dhe gjërat i kam kuptuar më vonë se si kanë funksionuar. Por një gjë sigurisht më ka bërë shumë përshtypje. Se si rrinim ne kur zoti Berisha vinte, përdorte logot, të njëjtën gjë që po ndodh me Salianin sot, pra, ju din, termi i vet hequr, i vet përjashtuar, është një term i çuditshëm që po përdoret në Partinë Demokratike dhe nuk është askund në statutin e saj, i vetë përjashtuar dhe akuza që po përdor logot e PD-s. Në fakt, kur është brenda PD-s dhe me njerëzit e PD-s, të njëjtën gjë bëri zoti Berisha para 5 vitesh. Edhe në këtë rast tani quhet heretizëm dhe atëherë ishte një gjë normale që e fitonte. Sigurisht që zoti Berisha ka shumicë. Sigurisht që zoti Berisha ka historinë e tij të lidhur me Partinë Demokratike, pa ishte ajo më e mira për demokratët. Pra duhet të ndajmë çështjen e shumicës dhe së drejtës.